Shutdownit në Shtetet e Bashkuara ka dalë nga sallat e Kongresit në qiellin amerikan. Mbi 2000 fluturime janë anuluar ose vonuar në një ditë vetme pasi autoritetet vendosën të reduktojnë trafikun ajror për të lehtësuar presionin mbi kontrollorët e fluturimeve, njerëz që prej javësh punojnë pa pagesë. Ajo që dikur ishte një debat politik mbi buxhetin federal, sot është kthyer në një kaos kombëtar që ndikon çdo qytetar, nga pasagerët e lodhur në aeroportet e New Yorkut e deri te kontrollorët që dërgojnë ushqim me durdesh për të mbajtur fëmijët. Në 40 nga aeroportet më të ngarkuara të vendit, trafiku është ngadalësuar me urdhër të Administratës Federale të Aviacionit. Sipas planit, reduktimet do të arrijnë në 10% javën e ardhshme, çka mund të përkthehet në rreth 4000 fluturime më pak çdo ditë. Sekretari i Transportit thotë se kjo është masa e domosdoshme për sigurinë, por për ata që jetojnë në terrenin e realitetit, siguria nuk është vetëm në ajër, por edhe në llogarinë bankare. Të lodhur, të stresuar dhe të paqartë për të ardhmen, shumë kontrollor po dorëzojnë çelsat e banesave, po kërkojnë punë dytësore e disa po japin ndërheqjen. Në horizont ende nuk shihet dritë jeshile, ndërsa politikanët në Washington vazhdojnë luftën e fjalëve. Mira qytetar po përballen me realitetin e një shteti që ka ndalur motorët. Ky nuk është më një debat buxhetor, është një test mbi kufitë e durimit amerikan. Ndjekim materialin dhe kthehemi sërish në studio. Në qiellin amerikan ka nisur kaosi. Gati 2000 fluturime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u anuluan ose u vonuan të premten, pasi linjave ajrore ju tha të ulnin trafikun gjatë mbylljes së qeverisë. Fluturimet vendase në 40 nga aeroportet më të ngarkuara të vendit do të preken, ndërsa zyrtarët përpiqen të lehtësojnë presionin mbi kontrollorët e trafikut ajror. Aeroportet janë përballur me mungesën e kontrollorëve të trafikut ajror, të cilët ose po marrin leje shëndetësore, ose po nisin punë të dyta pasi ushtrojnë funksionet pa pagesë gjatë mbylljes së qeverisë federale. Disa nga linjat ajrore më të mëdha amerikane po i sigurojnë klientët se do të jenë në gjendje të marrin rimbursime të plota për fluturimet e anuluara, por qytetarët janë të lodhur nga grindja politike që po u vështirëson jetën. Mbyllja e qeverisë është e tmerrshme dhe ka ndikuar në udhëtimin tim. U zgjova këtë mëngjes pa e ditur nëse mund të merrja fluturimin për në Kaliforni apo jo. Shpresoj që republikanët do të vinë në vete dhe do të negociojnë me demokratët për të hapur qeverinë. Dhe ata do ndalojnë të gjitha marrëdhëniet e mizorin e tyre të tmerrshme ndaj njerëzve. Do të sillen me dinjitet dhe do të kujdesen për të gjithë njerëzit në Shtetet e Bashkuara. Qeveria duhet të rihapet. Kjo është një kohë jashtëzakonisht e gjatë për ta mbajtur qeverinë të mbyllur dhe nuk e kuptoj pse vazhdon. Nëse republikanët i kanë të tre degët e qeverisjes, ata thjesht duhet ta zgjidhin këtë dhe ta rihapin qeverinë. Administrata Federale e Aviacionit thotë se reduktimet do të fillojnë në 4% të fluturimeve të brendshme, përpara se të rriten në 10% deri në fund të javës së ardhshme. Gjithashtu, paralajmëron se deri në 4000 fluturime në ditë mund të preken. Sekretari i Transportit garantoi se kjo krizë e rëndë nuk do të ndikojë në fluturimet ndërkombëtare. Grindja politike në Kongresin Amerikan ka prekur një pikë të rrezikshme duke shkaktuar kaos në aeroporte të ndryshme në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht skenave që raportohen nga mediat amerikane, as republikanët dhe as demokratët nuk nguten që gjejnë kompromis për buxhetin. Palët janë gozhduar në qëndrimet e tyre dhe nuk bëjnë lëshime. Republikanët e Trump duan shkurtime të shpenzimeve në mënyrë masive, ndërsa demokratët kërkojnë vazhdimin e benefiteve në sektorin e shëndetësisë për miliona njerëz. Teksa tymi i bardhë nuk del në Kongres, shumë po flasin për një ëndër amerikane që po merr fund për revolucion politik dhe një krizë së cilës i dihet vetëm fillimi, por jo fundi. Për të parë më në brendësi të kësaj çështje do të ndajmë një bisedë me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Akri Çipa, që në bashkohet online nga Shtetet e Bashkuara. Akri, kënaqësi që t'ju kemi në program online sot. Kënaqësia ime. Faleminderit për ftesën. Shtetet e Bashkuara kanë tashmë 37 ditë pa një qeveri në funksion të plot. Gjithçka bëhet vërtet për një buxhet apo në këtë krizë të rëndë politike ka diçka më të thellë? Po, nuk është çështja e buxhetit në vetvete, është përpjekje të dyja palëve, si republikanët si demokratët, për të konfirmuar atributet e tyre politike, kundrejt një elektorati që po shkon vitin e ardhshëm drejt zgjedhjeve të mesmandatit dhe kur ka një presion nga bazat të dyja partive për të qenë besnike në kuadër të premtimeve që kanë marrë dhe të programeve që kanë mbështetur në mënyrë konstante. Është padyshim mbyllja e qeverisë më e gjatë në historinë e
moderne të Amerikës dhe sikurse përmendi dhe kronika juaj pak më parë, ka një ndikim tek një pjesë e madhe e sektorëve të jetës së përditshme, duke qenë se ndikon në mënyrë drejt për drejt tek një pjesë e atyre punëmarrësve qeveritar, të cilët nuk paguhen tashmë dhe janë dërguar drejt shtëpive të tyre pa mundësi page për këtë periudhë të zgjatur kohe. Për republikanët është një përpjekje e tyre për të konfirmuar nëpërmjet këmbguljes tek benefitet e shëndetësisë për të shtyrë debatin rreth tyre, duke qenë se është dhe një premtim që zoti Trump e ka pasur më përpara dhe ka dashur ta konfirmojë edhe nëpërmjet këtyre diskutimeve tani, ndërkohë që demokratët kanë një presion nga baza e tyre për të treguar më agresiv në kuadër të projekteve dhe planeve të presidentit Trump, të administratës së tij, dhe ka një presion të shtuar për të qenë më këmbgulës në pozicionet e tyre dhe të mos lëshojnë pe. Kjo përplasje ndërmjet këtyre dy vizioneve, ndërmjet këtyre shtytjeve që vinë në një pjesë të madhe nga baza, ka sjellë këtë ngërç politik që tashmë zgjatur në kohë dhe sikurse tham ndikon në mënyrë për drejt te një pjesë e madhe e shtetasve amerikanë. Ndërkohë ju jetoni akri në Amerikë, keni hasur këto kohë vështirësi që ju kanë kushtëzuar jetën nga mbyllja e qeverisë, qoftë në linjat ajrore apo qoftë edhe në shërbimet të tjera federale? Po, në mas të madhe deri më tani jo, më së paku unë jetoj në New York dhe në një qendër si New Yorku që pjesa më e madhe e shërbimeve janë private, nuk ndihet kaq shumë, por ka lokalitete, ka zona dhe ka sektor specifik të cilat varen shumë nga shërbimet qeveritare, të cilat janë prekur dhe kanë sjell zvarritje ose dhe ngërçe të zbatimit të procedurave të ndryshme të cilat kërkohen. Më së fundmi kjo me linjat ajrore është një presion i zotit Trump në fakt për të shtruar trysni ndaj demokratëve në mënyrë që të ulen në tavolën e diskutimit dhe të pranojnë rihapjen e qeverisë, qoftë edhe për një afat kohor të shkurtër, duke dhe mundësi më pas për një proces negociatash më të zgjatura për të adresuar problematikat që mbartin të dyja palët dhe që kërkojnë të ngrejnë si pjesë të tyre diskutimeve. Deri tani nuk ka funksionuar, duhet parë se si do të vazhdojë të jetë presionin e të dyja palëve, por mendoj se kjo kohë që është zgjatur tashmë kaq shumë është një kohë mjaftueshme për dy palët për konsideruar një fitore në qëndrimet e tyre dhe besoj se duke filluar nga java e ardhshme do ketë një qasje më konstruktive nga dyja, nga lidershipi demokrat, si nga lidershipi republikan për të gjetur një zgjidhje, sikurse përmenda afat shkurtër më së paku, për të kaluar një plan financimi të qeverisë për disa muaj. Por kush po e fiton vërtet këtë betejë politike në Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo perceptimi masiv të paktën është se amerikanët po humbasin besimin në kastën e vjetër politike? Po, për demokratët ishte një tregim muskuj pasi në fillim të mandatit të zotit Trump dhe më herët gjatë këtij viti patëm një përpjekje të ngjashme për të penguar procesin e kalimit të buxhetit duke vënë disa vija të kuqe, të cilat më pas dhe demokratët i lëshuan dhe i çeduan. Dhe lidershipi demokrat u kritikua mjaft në atë kohë, veçanërisht zoti Schumer, senatori nga New Yorku, i cili drejton demokratët në Senatin Amerikan. Tani ka fituar disa kredenciale përsëri vetë zoti Schumer dhe gjithë lidershipi demokrat nëpërmjet këtij qëndrimi brenda bazës demokrate gjithmonë dhe është një lloj rikonfirmimi i atributeve të tyre kur sikurse thash ka presione të ndryshme brenda partive dhe pse jo edhe kërkesë për ndryshim lidershipi brenda tyre, kështu që për lidershipin demokrat konsiderohet një fitore në vetveten qëndrimi historik që ka mbajtur për gjatë këtyre ditëve. Por sa i përket rafshit më të gjerë, përpjekjes për të realisht qeverisur mirë dhe shërbyer mirë qytetarët amerikanë, besoj se për vetë faktin që kemi një administratë republikane, kemi një kontroll të republikanëve, jo vetëm Kongresit, por edhe të ekzekutivit, ka një presion dhe një lloj marrje përsipër të përgjegjësisë nga vetë republikanët dhe besoj se këtë do është reflektuar më së pak në javën e fundit edhe në sondazhet e ndryshme që janë bërë të qytetarëve amerikanë dhe po të shikojmë edhe aprovimi për qeverisjen e zotit Trump ka ardhur në ulje përgjatë këtyre dy javëve të fundit. A është kjo ndoshta një mënyrë që presidenti Trump të gjejë fajtor për dështimet e tij të mundshme në zbatimin e premtimeve elektorale dhe ndoshta të zbatojë një prej tyre që ishte zvoglimi i armatës së punonjësve federal, sepse shkurtimet masive kanë nisur?
Po, në fillim të administratës, zoti Trump bëri shkurtime të mëdha, duke u nisur edhe nga ai që ishte një departament ad hoc që u krijua për eficiencën qeverisëse, të cilën e drejtoi për një periudhë zoti Musk, dhe që realisht solli shkurtime të departamenteve të agjensive të cilat në masë të madhe u kritikuan nga demokratët, por u përshëndet nga një pjesë e votuesve amerikanë për atë që u pasi ulje të shpenzimeve të panevojshme. Në këtë sens, zoti Trump e ka fituar një krediti brenda premtimit elektoral që kishte dhe mendoj se nuk e shikon ose më së paku nuk e ka domosdoshme këtë fazë të re të shkurtimeve tashmë të detyruar që po vijnë për shkak të mungesës së buxhetit të aprovuar nga Kongresi. Ka metoda të reja dhe ka sigurisht edhe një platformë të gjerë zoti Trump mbi cilën mund të pretendoj sukses, pa qenë e nevojshme që të fokusohet pikërisht tek ky element që është bazik në fund të ditës. Financimi i qeverisë është një element bazik i Kongresit dhe një përgjegjësi e Kongresit në këtë rast pa aftësi e tyre për të realizuar një detyrë bazike, duke sjellë i vetëm një bjerje të besimit të votuesve amerikanë dhe të qytetarëve amerikanë tek një institucion kyç sikurse është Kongresi Amerikan, por edhe një zgjatje të polarizimit politik që ka pushtuar tashmë jetën publike amerikane dhe që shkakton një kosto tek besueshmëria e publikut kundrejt institucioneve dhe në fund të ditës kundrejt demokracisë. Por ndërkohë, çfarë pasojash afatgjata mund të ketë ky shutdown për ekonominë amerikane dhe për besueshmërinë e saj ndërkombëtare, veçanti? Po, duke nisur tek elementi i parë, tek plani financiar, ka një kosto për ditë që rritet nëpërmjet mungesës kalimit të buxhetit dhe këtyre sektorëve sikurse tham, cilët ka krijuar ngërçe, kanë krijuar që mund quhet bottlenecks, pengesa të mifjuta për ekzekutimin e procedurave standarde që nevojiten nga qeveria federale dhe që ndikojnë tek jeta e qytetarëve, po ndikojnë tek bizneset, tek procedurat e ndryshme për hapjen e bizneseve, për regjistrimin e tyre, për çdo lloj veprimtarie ekonomike e cila varet dhe ndërvaret në fund të ditës nga shteti federal. Kështu që ka një kosto financiare e cila llogaritet dhe shtohet ditë për ditë. Në rrafshin e besimit, që sikur se thatë ju dhe të imazhet që ka Shtetet Bashkuara, është një goditje e rëndë për imazhin për shkak se funksionaliteti i demokracisë amerikane ka qenë gjithmonë një shëmbëtyr tek e cila janë frymëzuar mjaft vende në përballë dhe kanë parë gjithmonë si një lloj ylli polar për atë që është një shtet funksional demokratik dhe që garanton më së paku elementet më bazike të qeverisjes funksionale për qytetarët e vendit. Fakti që kemi një lloj zgjatje të procesit, por edhe jo vetëm kjo, edhe një përsëritje të shutdowneve dhe të mbylljeve të qeverive përgjatë dekadës së fundit, një përshpejtim të tyre, që si referohemi periudhës më të mëhershme politike amerikane, tregon që ka një lloj bjerje të besimit tek ky imazh demokratik dhe tek mirë funksionaliteti i sistemit politik amerikan. Është një mesazh që Shtetet e Bashkuara mund ta evitojnë dhe leadershipi i dy partive mund ta evitonte fare mirë. Presidenti Trump pranoi se mbyllja e qeverisë ndikoi në zgjedhjet lokale që u mbajtën pak ditë më parë, siç e konfirmuat edhe ju në analizën tuaj pak pyetje më parë, por a qëndron vlerësimi se ajo që nxorrin pa rezultatin në New York ishte një lodhje tek kasta vjetër politike apo ishte thjesht mungesa alternativave serioze në atë garë? Po ka disa, mendoj se gara në New York për kryetarin e Bashkisë së New Yorkut është pak më specifike për vetë natyrën se si ishte së ndërtuar dhe për vetë aktorët politik tek të cilët u vendos zoti Mamdani, i cili u zgjodh pasi fitoi primare demokrate, një emër i ri, jo vetëm nga mosha rishtare, por edhe nga eksperienca politike, dhe një person i cili mund në primare demokrate ish guvernatori Cuomo, i cili tashmë ka ndodhur si i pavarur në zgjedhjet e kësaj jave. Pra kishte një kontekst politik shumë specifik ku në fund të ditës të dy rivalët kryesor vinin nga kampi demokrat, pavarësisht se zoti Cuomo kandidoi si i pavarur pasi humbi primare demokrate. Dhe nëse shikojmë edhe kandidatin republikan, zotin Sliwa, mori një përqindje shumë të ullët, më pak se 10%, e cila është pa precedent për një garë të tillë për një parti të madhe sikurse është Partia Republikane. Për te New Yorku që ka specifikat e tij, mendoj se duhet parë garat e tjera, të cilat ishin përgjatë kësaj jave dhe ishin mjaft më domethënëse për zhvillimet politike amerikane,
garat për guvernator në New Jersey ose Virginia për shembull, të cilat u fituan nga demokratët dhe u fituan në mënyrë bindëse në Virginia duke shkaktuar një ndryshim të pushtetit, pasi deri më sot kishim një republikan në krye të zyrës së guvernatorit, ndërkohë që në New Jersey, pavarësisht se sondazhet tregojnë një garë të afërt, kandidati demokrat fitoi me diferencë të thellë ndaj rivalit republikan. Pra tregon që kishte një lloj qefmbetje të elektoratit në këto dy shtete kundrejt republikanëve dhe sigurisht mund t'i atribuohet edhe një nga zhvillimet që lidhet me mbylljen e qeverisë dhe me mungesën e financimit të buxhetit shtetëror, por jo vetëm aq, edhe me një lloj reagimi gati instinktiv që mund të ketë ndaj një administrate në pushtet, sikurse është ajo e zotit Trump, e cila është polarizuese në vetvete. Janë tregues politikë të cilët mendojnë se do të analizojnë dhe do të krijojnë mjaft informacion të nevojshëm edhe për zgjedhjet mes mandatit të vitit tjetër, që do të mjaft përcaktuese se kush do të mbajë kontrollin në Kongres. Ndërkohë, ajo çfarë kishin të përbashkët, paktën këto gara apo këto zgjedhje, qoftë lokale, qoftë për guvernator, ishin premtimet në një lloj forme, të paktën ata që kanë fituar, që kanë qenë kandidatët demokrat në shumicë, kanë qenë jeta e përballueshme, ulja e kostos së jetesës dhe përditshmërisë, si dhe strehimi më i lirë për ato kategoritë që cënohen më shumë, ndoshta në kampin demokrat paktën do të ketë hapësirë që zëri i njerëzve si zoti Mamdani të dëgjohet më shumë dhe të shkojë më nga e majta ekstreme Partia Demokrate, apo liderët e vjetër do të zgjohen, do të përkrahen disa nga këto politika, por baza do të mbetet tek qendra e djathtë, siç është aktualisht nga demokratët. Po, zoti Mamdani ka suksesin e një fushate të jashtëzakonshme, e cila e solli pushtet atë kur gati një vit më përpara, pak kush e njihte në New York, zoti Mamdani, i cili ishte thjesht një antar i asamblesë së New Yorkut, duke përfaqësuar një zonë të qytetit, por me një njohje fare të paktë të emrit të tij dhe të karakterit politik të tij për qytetarët e New Yorkut. Kështu që mendoj se ishte vetë fushata e tij e cila ishte frymëzuese dhe sigurisht edhe mesazhimi politik që realizoi zoti Mamdani, duke fokusuar sikurse ta thyu tek kostoja e jetesës, tek kostoja te rritja eksponenciale e kostos së jetesës për qytetarët amerikanë dhe për familjet amerikane dhe nevoja për ta bërë më të përballueshme jetesën për një qytetar të mesëm ose me të ardha të limituara, duke i kthyer dinjitetin në fund të ditës qytetarit amerikanë dhe punëtorit amerikanë. Ishte mesazhimi i cili ishte i tillë nga zoti Mamdani, por edhe jo vetëm nga ai, edhe nëse referohemi garave të tjera dhe ato që përmendëm për guvernator në New Jersey ose në Virginia, si zonja Sherrill në New Jersey, si zonja Spanberger në Virginia, edhe ato kishin uljen e kostos së jetesës pjesë kryesore të mesazhit të tyre politik dhe të platformës së tyre politike. Dhe këto janë profile të cilat janë më centriste në raport me zotin Mamdani brenda Partisë Demokrate. Kështu që mendoj se ishte çështja më shumë se sa vetë karakteri politik se nga vinte, karakteri ideologjik se nga vinte pozicioni që ka frymëzuar votuesit amerikanë dhe çka është më e rëndësishme të theksojmë është një çështje e cila vjet në fakt u ngrit nga zoti Trump si kandidati republikan për presidencën. Ishte ai i cili atëherë kritikonte qeverinë e zotit Biden për rritjen e kostos së jetesës, për inflacionin, për rritjen e kostos së stahimit dhe erdhi në pushtet edhe ai duke shfrytzuar këtë si një prej kauzave më madhore të platformës së tij politike. Sot, duke qenë se republikanët janë pushtet, kanë luksin demokrate për ta shfrytzuar si çështjen e tyre më kryesore dhe duke u afruar në votuesit, jo vetëm demokrat, por edhe votuesit e pavarur dhe pse jo dhe ata republikanë të cilët e përjetojnë në mënyrë drejt për drejt rritjen e kësaj koste të jetesës. Në raport me Shqipërinë, ku qëndron politika amerikane? Kujtojmë këtu që prej kohësh jemi pa një ambasador, ndërsa jemi përmendur nga presidenti Trump vetëm gabimisht deri në tani. A na ka harruar Amerika ndoshta? Mendoj se jo, mendoj se Shtetet Bashkuara vazhdojnë të kenë një politikë aktive për rajonin e Ballkanit në tërësi dhe për intensifikimin e marrëdhënieve me Shqipërinë kanë qenë pozitive. Mendoj takimet që kanë ndodhur në rafsh diplomatik për përfaqësuesve amerikanë dhe atyre shqiptar. Është një ngërç mungesa e ambasadorit sigurisht për shkak jo vetëm të jo për shkak të dëshirës ose mungesës të dëshirës për ta pasur një ambasador, por për shkak të proceseve politike për nominimin e tyre, të cilat shpeshherë kanë qenë mjaft polarizuara brenda
Kongresit, brenda Senatit, për shkak se Senati aprovon kandidimet që vinë nga presidenca dhe shtëpia e bardhë dhe në të sens për shkak edhe të mungesës së kohës që kanë pasur fizikisht për të diskutuar nominimet e tyre, kemi kandidatura për ambasador në vende mjaft më të mëdha, të cilat kanë mbetur të zvaritura, pengje të kalendareve burokratike dhe nuk janë konfirmuar. Për fakt të keq, edhe Shqipëria tashmë prej disa vitesh ka mungesën e një ambasadori të emëruar nga Shtetet e Bashkuara, por vetëm Shqipëria, edhe vendet tjera të rajonit hasin të njëjtin fenomen dhe sikur se thash, është edhe një fenomen që e kalon rajonin e Ballkanit, lidhet me procese burokratike të cilat kanë penguar nominimin e tyre ambasadorëve. Nga rafshi politikës mendoj se Shtetet e Bashkuara nuk ndryshojnë në mbështetjen që i kanë dhënë Shqipërisë në rafshin e sigurisë, në rafshin ekonomik dhe pse jo edhe në përpjekje për të demokratizuar vendin, në mënyrë konstante kemi pasur shkëmbime dhe mendoj se janë pozitive edhe në raportin më të gjerë rajonal për atë që ka qenë garancia e sigurisë që vazhdon të ofrojë Shtetet e Bashkuara për të gjithë rajonin e Ballkanit. Akri Qipa, të falenderoj për analizën tënde dhe gjithçka që thatë, ishte kënaqësi që ju kishim në program. Faleminderit, ju përshëndes. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe kthehemi sërish në studio. Administrata Trump ka bërë me dije se ka anuluar 10 mijëra viza jo emigruese që nga janari këtij viti duke treguar aktivitetin kriminal si arsyen kryesore. Departamenti i Shtetit njoftoi se 80.000 viza janë revokuar këtë vit, duke vënë në dukje se ky është më shumë se dyfishi numri të revokuar vitin e kaluar. Më shumë se 8.000 viza studentore ishin midis atyre që u prekën. Arsyet kryesore për këto revokime ishin dhuna, vjedhja dhe drejtimi i automjetit në ndikimin e alkoolit, sipas Departamentit të Shtetit. Këto 3 krime përbënin gati gjysmën e vizave të revokuara këtë vit. Premtime të dhëna, premtime të mbajtura, shkroi Departamenti i Shtetit në rrjetin social X, duke shtuar se presidenti Donald Trump dhe sekretari i Shtetit Marco Rubio gjithmonë do ta vënë sigurinë dhe interesin e popullit amerikan në radhë të parë. Rusia dhe Serbia janë përfshirë në një krizë diplomatike, ndërsa Moska kritikoi ashpër presidentin Vučić pas deklaratave se nuk e ka problem të dërgojë armatime për Ukrainën. Zëvendësja e Ministrisë së Jashtme ruse kërkoi sqarime urgjente nga Beogradi, ndërsa
Serbia ju përgjigj duke thënë se nuk pranon ofendime. Mund të jetë një lojë e vjetër politike ose një krizë e vërtet. Beogradi dhe Moska po përplasen ashpër në distancë lidhur me ndihmën ushtarake për Ukrainën. Gjithçka ka nisur nga një intervistë e presidentit Aleksandr Vučić për një media gjermane, ku konfirmoi se nuk e kishte problem që të shiste europianëve armatime, edhe nëse ato do të përfundonin në duart e ushtarëve të Kievit. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, reagoi furishëm dhe me kritika të forta në drejtim të presidentit serb. Unë hedh poshtë mundësinë që ushtarët rusë, të cilët dhanë zemrën për vëllezërit e tyre serb, të vriten nga armët serbe. Më lejoni t'ju kujtoj se ushtria jonë ka ardhur vazhdimisht në ndihmë të popullit miqësor serb, si gjatë historisë ashtu edhe tani afër. Kur lexoj të gjitha këto intervista me presidentin serb, pyes veten nëse presidenti Vučić ekziston fare. Duket se këto intervista jepen nga njerëz të ndryshëm. Ne dëgjojmë një sër deklaratash kur ai është në Moskë dhe një tjetër kur jep intervista nga vende të tjera. Po flas vetëm për sferën publike. Это я говорю только про публичность. Ky ishte sulmi më i ashpër dhe i drejtë për drejtë deri më tani lëshuar nga Moska zyrtare në drejtim të presidentit serb. Zaharova nuk i beson syve lidhur me deklaratën, ndërsa kërkoi sqarime urgjente nga Beogradi. Përgjigjja nuk vonoi, por nuk ishte ajo që priste Rusia. Kjo nuk është hera e parë që zonja Zaharova ka përdorur retorikë që nuk pasqyron frymën e marrëdhënies që ekziston midis vendeve dhe popujve tan. Serbia nuk përdor fyerje, as nuk i pranon ato si një stil i komunikimit midis miqve, ishte reagimi që doli nga Ministria e Jashtme e Serbisë. Gjithashtu Beogradi kujton Moskës se është vendi i vetëm në Europë që nuk ka vendosur sanksione dhe se çështja e eksportit të armëve ka kaluar në duart e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Theksojmë edhe një herë se Serbia është një shtet sovran dhe i pavarur që merr vendimet e veta ekskluzivisht në përputhje me interesat e veta kombëtare, lexohet më tej në reagimin nga Ministria e Jashtme serbe. Ushtria kineze po kthehet në një superfuqi globale me ritme të shpejta. Mediat amerikane kanë publikuar imazhe satelitore ku me mijëra hektar tokë po shfrytëzohen për ndërtimin e fabrikave të prodhimit të armëve. Kina ka ndërmarrë një zgjerim masiv të prodhimit të raketave që nga viti 2020, duke forcuar aftësinë e saj për të penguar potencialisht ushtrinë amerikane dhe për të pohuar dominimin e saj në rajon. Ky fakt është bërë ditur nga prestigjioza CNN, pasi zbulon disa imazhe satelitore në të cilat shfaqet arsenali i ri ushtar kinez, më shumë se 60% e 136 objekteve të lidhura me prodhimin e raketave ose forcën toksore të ushtrisë kineze, e cila kontrollon arsenalin bërthamor të Kinës, tregon shenja zgjerimi në imazhe satelitore. Vendet të cilat përfshin fabrika, si dhe qendra kërkimore dhe testimi, janë zgjeruar me më shumë se 21 milion metra katror hapësirë të ndërtuar midis fillimit të vitit 2020 dhe fundit të vitit 2025. Kulla dhe bunker të reja, në përputhje me zhvillimin e armëve, janë shfaqur në imazhe satelitore të këtyre vendeve në rritje. Në disa raste, pjesë raketash mund të shihen edhe në imazhe. Kjo është Kina që po pozicionohet si një superfuqi globale. Jemi në fazat fillestare të një gare të rearmatimesh, tha William Alberg, një bashkëpunëtor i lartë në forumin e paqësorit dhe ish drejtori i kontrollit të armëve në NATO. Kina tashmë po vrapon me shpejtësi dhe po përgatitet për një maraton, tha ai. Ta dhënat paraqesin një përpjekje urgjente për të zhvilluar kapacitete për raketa të reja dhe më të sofistikuara. Disa nga objektet e prodhimit që CNN analizoi kanë zvendësuar me shpejtësi fshatra dhe tokat bujqësore, duke arritur me 10 mijëra metra katror në 5 ditët e fundit. Që nga ardha në pushtet në vitin 2012, udhëheqësi i Kinës Xi Jinping ka derdhur miliarda dollar në blerjen dhe përmirësimin e pajisjeve ushtarake si pjesë e një ambicie të përcaktuar qartë për të transformuar me shpejtësi shërbimet armatosura të vendit, të njohura si ushtria shërbimtare popullore, në një forcë luftarake të klasit botëror. Ngrohja globale ka rritur alarmin tek shkencëtarët, të cilët besojnë se deri në vitin 2030 nxehtësia do të rritet me 1.2 gradë Celsius, ajo që rrezikohet është një pjesë e konsiderueshme e habitatit natyror dhe veçanërisht ai detar. Po ashtu në rrezik janë edhe vende të cilat preken nga përmbytjet, pasi Antarktida po shkrin dal nga dal. Shkencëtarët theksojnë se pylli tropikal i Amazonës mund të fillojë që të thahet dhe transformohet në një ekosistem të ndryshëm. Me ritmin e ndryshimeve klimatike, që po përshpejtohet, moti ekstrem dhe ndikimet të tjera, po marrin një ndikim gjithnjë më të madh mbi popullatët dhe mjediset në gjithë globin. Temperaturat globale jo vetëm po rriten, por po rriten më shpejt se më parë, me rekorde të reja të regjistruara për vitet 2023 dhe 2024 dhe pak më shumë në vitin 2025. Ky zbulim ishte pjesë e një studimi kyç që përditësoi të dhënat bazë të përdorura në raportet shkencore të bëra çdo vit nga paneli ndërqevetar për ndryshimet klimatike. Ulëmtimi i ri tregon se temperaturat mesatare globale rriten me një shpejtësi prej 0.27 gradë Celsius çdo sekond, ose pothuajse 50% më shpejt se sa në vitin 1990 dhe 2000, ku shkalla e ngrohjes ishte rreth 0.2 gradë për dekadë.
Nivelet e detit po rriten gjithashtu më shpejt, me rreth 4.5 mm në vit gjatë dekadës së fundit, krahasuar me 1.85 mm në vit të matur gjatë dekadave që nga viti 1900. Gjëja më e rëndësishme janë trendet afatgjata. Ne kemi ngrohur planetin me rreth 1.5 gradë Celsius që nga shekulli 19 dhe kjo është gjysma e rrugës drejt Pliocenit. Dhe Plioceni ishte periudha 3 milion vjet më parë. Kjo ishte hera e fundit që ishte mjaft e ngrohtë dhe kjo ishte vetëm 3 gradë Celsius më e ngrohtë se periudha paraindustriale. Pra jemi në gjysmë të rrugës, por tani pas miliona vitesh, pas 150 vjetësh. Bota tani është në rrugën e duhur për të kaluar pragun e ngrohjes për 1.5 gradë Celsius rreth vitit 2030, pas të cilës shkencëtarët paremërojnë se ka të ngjarë të shkaktojnë ndikime katastrofike dhe të pakthyeshme. Sipas Organizatës Botërore Meteorologjike, bota është ngrohur me 1.3 deri në 1.4 gradë Celsius që nga epoka paraindustriale. Koralet e ujrave të ngrohta janë në zhdukje, pothuajse të pakthyeshme, nga valet e një pasnjëshme të nxehtësisë detare, duke shënuar atë që do të ishte ashtu quajtura pika e parë e kthesës klimatike, kur një sistem mjedisor fillon të zhvendoset në një gjendje të ndryshme. Ulëmtuesit në tetor paremërojnë gjithashtu se pylli tropikal i Amazonës mund të fillojë të thahet dhe të transformohet në një ekosistem të ndryshëm siç është savana, nëse shpëzimi i shpejt vazhdon ndërsa gra globale kalon 1.5 gradë, që është më herët se sa ishte vlerësuar më parë. Ata thanë se uji i shkrirë nga shtresa e akullit, që shkrihet në majtë e Groenlandës, mund të ndihmojë në shkaktimin e një kolapsi më të hershëm të rrymës oqeanike të quajtur qarkullimi meridional i përmbysjes së Atlantikut, që mban ndimrin e butë në Evropë. Në Antarktidë, ku shtresat e akullit janë gjithashtu në nkërcënim, shkencëtarët janë të shqetësuar edhe për rënien e akullit detar që rrethon kontinentin më jugor. Ngjashëm me ato që po ndodh në Arktik, humbja e akullit ekspozon ujët e errët që mund të thithë më shumë rrezatim diellor, gjë që amplifikon trendin e përgjithshëm të ngrohjes. Gjithashtu, rrezikohet rritja e fitoplanktonit, që konsumon pjesën më të madhe të dioksidit të karbonit të botës. Së bashku me valet e nxehtësisë dhe thatësirën, zjarret ende kërcënojnë të jenë të shpeshta dhe të rënda. Do you detect some acceleration in the last 20 years compared to the previous 20? Ne zbulojmë një farë për shpejtimin në 20 vitet e fundit krahasuar me 20 vitet e mëparshme. Nëse kjo do të thotë që temperatura do të rriten papritmas në mënyrë eksponenciale, kjo duket pak e pamundur. Por ne po shohim ndikimet e ndryshimeve që kemi. Dua të them, nëse mund të zbulojmë zyrtarisht një përshpejtim, kjo është ajo që presim. Dhe ne presim këtë sepse ende nuk kemi filluar vërtet të zvoglojmë sasinë e dioksidit karbonit në atmosferë. Dhe derisa ta bëjmë këtë, atëherë kemi këmbën mbi pedalin e përshpejtimit të ngrohjes globale. On the accelerator pedal of global warming. Raporti i këtij viti për gjendjen e zjarreve numëroi rreth 3.7 milion kilometra katror të djegura midis marsit 2024 dhe shkurtit 2025, një zonë afërsisht sa mallësia e Indisë dhe Norvegjisë së Bashku. Kjo ishte pak më pak se mesatare vjetore e djegur për 2 dekadat e fundit, por zjarret prodhuan emërtime më të larta të dioksidit të karbonit se më parë, pasi u dogjën më shumë pyje me densitësi karboni. Ulëmtuesit po punojnë për mënyra për vlerësuar rreziqet dhe dëmet shëndetësore të lidhura me nxehtësinë, pasi agjencitë e shëndetit dhe motit të OKB-s vlerësojnë se rreth gjysma e kompozitë së botës tashmë po vuan. Agjencitë gjithashtu vlerësojnë se produktiviteti i punëtorëve bie 2 deri në 3% për çdo grad mbi 20 gradë Celsius, ndërsa një studim tjetër në revistën Lancet në tetor vlerëson humbjet globale prej më shumë se $1 trilion nga ajo produktiviteti humbur vetëm për vitin e kaluar. Tani është mjaftueshëm e madhe saqë po e shohim atë sinjal jo vetëm në mesataren globale, jo vetëm në mesataren kontinentale, jo vetëm në mesataren rajonale, por edhe në mediat lokale, në stacionet meteorologjike ku jetojnë njerëzit, po i shohim ndryshimet klimatike në nxehtësinë ekstreme, po e shohim në rreshtjet ekstreme të shiut, po e shohim në rritjen e nivelit të detit dhe në stuhitë e detit. Nëse ndodheni në një zonë bregdetare, po shohim që zjarret dhe tani nuk është më e mundur të themi thjesht e dini kjo është diçka për të cilën shqetësohen shkencëtarët. Nuk prek njerëzit normal, po prek njerëzit normal, po i prek ata në të gjithë botën. Nuk ka një përkufizim të qëndrueshëm ndërkombëtar mbi vdekjen e lidhur me nxehtësinë, por përparimet teknologjike po i ndihmojnë shkencëtarët të kapërcejnë boshllëqet e të dhënave dhe të krahasojnë kushtet nga një vend në tjetrin. Për shembull në Evropë, një ekip nga Kolegji Imperial i Mbretërisë së Bashkuar përdori trendet e vdekshmërisë për vlerësuar më shumë se 24.400 vdekje gjatë verës që lidhen me ekspozimin ndaj nxehtësisë në rreth 30% të popullsisë evropiane. Ata i atribuan deri në 70% të këtyre vdekjeve nxehtësisë së shkaktuar nga klima, bazuar në të njëjtat trende vdekshmërie të aplikuara në një model të Evropës pra ngrohjen globale. Për verën në rekord të nxehtë evropiane, të vitit kaluar një ekip tjetër përdori modelimin kompjuterik për të shqyrtuar statistikat e vdekshmërisë së bashku me të dhënat e temperaturës dhe parametrat shëndetësor, duke vlerësuar më shumë se 62.000 vdekje të lidhura me nxehtësinë e 32 vende, ose rreth 70% të popullsisë së kontinentit.
Well, but there's no normal because that implies that we're just going to stay where we are, and we're not. Things are continuing to get worse. Por nuk ka normalitet, sepse kjo nuk kupton që ne thjesht do të qëndrojmë aty ku jemi dhe nuk jemi. Gjërat po vazhdojnë të përkeqësohen për ne që të stabilizojmë ngrohjen globale, madje edhe në nivelin që është tani. Në fakt duhet të arrijmë në zero neto, duhet të ndalojmë emetimin e dioksidit të karbonit në atmosferë. Dhe kjo është një sfidë e madhe. Pra, e dini kjo nuk do të ndodhë së shpejti dhe kjo do të thotë që derisa kjo nuk po ndodh, temperaturat do të rriten dhe ekstremet do të bëhen më ekstreme. Like 0.1 or 0.02 warmer or cooler than the previous year. Okay, you're not going to see that in the weather statistics, but we have reached a point now where this isn't the new. Administrata amerikane në presidentin Donald Trump, I cili mohon klimën, shpreson të shkurtojë fondet për agjencitë që mbledhin dhe monitorojnë të dhënat e klimës, duke shqetësuar një komitet shkencor që thotë se lidership amerikan do të jetë I vështirë për të zvendësuar kërkesat e Trump për buxhetin e vitit 2026, e cila ende nuk është miratuar nga Kongresi, propozon për justifikimin e buxhetit vjetor për NASA-n, shkencën e tokës, në rreth $1 miliard dhe uljen e shpenzimeve të NOAA në më shumë se 1/4 në $4.5 miliard, ndërkohë që eliminon krahun e saj të kërkimit klimatik ndër shkurtime të tjera. Tani është momenti që të ndjekim një flash informativ të përgatitur nga kolegja Rosalba Bejdo. Kremlini hodhi poshtë pretendimet se ministri I jashtëm rus Sergej Lavrov kishte humbur pëlqimin e presidentit Putin pasi përpjekjet për të organizuar një takim mes tij dhe Trump muajin e kaluar u pezulluan. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Maria Zakharova e cilësoi artikullin e Financial Times që sugjeronte diçka të tillë si një trillim fantastik të denjë për veprat e Agatha Christit. Lavrov, një veteran I politikës I njohur për stilin e ashpër të negocimit, zhvilloi një bisedë telefonike me sekretarin e shtetit Marco Rubio më 20 tetor për të diskutuar një takim të mundshëm mes Putinit dhe Trumpit në Budapest. Deklaratat zyrtare nga të dyja palët nuk sugjeruan se telefonata shkoi keq, por një ditë më vonë Trump the se takimi me Putinin në këtë moment do të ishte humbje kohe. Mungesa e Lavrovit nga një takim I rëndësishëm I Këshillit të Sigurisë në Rusi këtë javë dhe vendimi I Putinit për ta dërguar një zyrtar tjetër të Kremlinit në samitin e G20-s më vonë gjatë këtij muaji kanë nxitur spekulimet se Putin është I zemëruar me ministrin. Rusia ka kapacitetin për një sulm të kufizuar kundër territorit të NATO-s në çdo kohë, por vendimi për të vepruar do të varet nga qëndrimi I aleatëve perëndimor. Është paralajmërimi që ngreh një zyrtar I lartë I ushtrisë gjermane. Konsideruar aftësitë aktuale dhe luftarake të Rusisë, vendi mund të ndërmarrë një sulm të shkallës së vogël kundër territorit të NATO-s që nesër ishin fjalët e generalit Alexander Solfrank. Sipas tij, sulmi do të ishte I vogël, I limituar dhe jo diçka e madhe, pasi Moska është shumë e fokusuar tek Ukraina. Solfrank, I cili drejton komandën e operacioneve të përbashkëta të Gjermanisë dhe mbikëqyr planin e mbrojtjes, I bëri jehon deklaratës së NATO se Rusia mund të ndërmarrë një sulm të madh ndaj aleancës që në 2029. Aeroporti belg I Liezhit rinisi fluturimet pas një pezullimi të përkohshëm për shkak të inkursionit të një droni. Shërbimi I kontrollit të trafikut ajror tha se bëi fjalë për incidentin e dytë të këtij lloji këtë javë. Sipas raportimeve, droni u pa mbi aeroport në 6:30 orës lokale, duke çuar në mbyllje të tij për 30 minuta. Dron të evidentuar mbi aeroportin në kryeqytetin Bruksel dhe Liezh në lidhje të vendit detyruan të martën devijimin e shumë fluturimeve dhe lanë në tokë disa të tjerë. Mjetet fluturuese pa pilot janë bërë një problem konstant në Belgjik ditët e fundit dhe kanë shkaktuar probleme në qarkullimin ajror europian prej disa muajsh. Elon Musk është një hap pranë shëndërimit në trilionerin e parë në botë pasi siguroi paketën më të madhe të kompensimit në historinë e korporatave plot $1 trilion. Bosi I teknologjisë u ngjit në skenë duke shpalosur lëvizjet e tij të kërcimit bashkë me një robot humanoid gjatë mbledhjes vjetore të kompanisë në fabrikën e saj në Austin, Texas. Investitorët miratuan me mbi 75% të votave planin e tij ambicioz për ta shndërruar Teslën nga një prodhues makinash elektrike në një gjigant të inteligjencës artificiale dhe robotikës. Musk, tashmë njeriu më I pasur në botë, mund të përfitojë deri në $1 trilion në aksione gjatë 10 viteve të ardhshme, edhe pse pagesat e detyrueshme do ta ulnin vlerën e përgjithshme në rreth $878 miliard. Ky votim është jetik për të ardhmen e Teslës dhe për vlerësimin e saj në treg. Ishte gjithçka e përgatitur për programin Rreth e Qark dhe për sonde ju falenderojmë për vëmendjen tuaj bashkë natën e mirë.